Ulvan, ç'ish është çështja e rregullacioneve? Regulacionet. Bota e kriptovalutave po hyn në fazat e para të ardhjes së regulacionet, edhe është shumë pozitive ardhja e regulacioneve, se këshire, regulacionet kanë dy pika kryesore, se regulacionet i sjellin shtetit, i sjellin organet shtetërore. A kupton, çdo shtet i ka të organet shtetërore që janë në këtë sektorin financiar. Pika e parë, kur vjen regulacioni, shteti e këshyr njëherë interesin e vet. Domethënë, që ky inovacion, a e cenon interesin shtetëror, që ky inovacion a e cenon shembull se tash është në sektorin e financave, a e cenon sistemin monetar aktual, a jo. Nëse jo, a i këshyrë domethënë i vendos disa rregulla që edhe me dash me cenu, ti mos me mujt, pika e dytë kryesore është mbrojtja e interesit të investitorit. Që kjo që neve na intereson, që në mungesë të kësaj, se ende nuk është kjo, domethënë ende nuk është i mbrojtur interesi i investitorit, si shkak i asajna i kina edhe me thonë skemat, ponzi skemat të ndryshme që ndodhin edhe në botën e kriptovalutave. Çdo kujt me një podrum, me thonë, me një dhomë i kujtohet ta nxjerr një kriptovalutë që njihet si token, a kupton, ja fut aty një emër kod për 5 minuta ta gatun si bukën prej fure, edhe e vendos në çarkullim me paraprakisht domethënë qëllim që ai vetëm këshyr kanë ta mashtroje. Se që kjo dallon, se kjo nuk kupton që mi u thonë shqiptarëve, mos zhvilloni projekt. Jo, projekt, me thonë, kualitativ, produktiv, mundohuni me zhvillu, por na po folna për këto, me thonë, mashtrimet që ndodhin, a kupton, në botën e kriptovalutave. Andaj, qyshke pjesa e parë e pyetjes? Jo, pyetja ke, më thonë, kështu, ç'ish është çështja e regulacioneve? Te regulacionet. Okej, se kem te regulacionet se dola unë. Ja, s'ka problem, ndodh edhe kjo. Te regulacionet, si e tham, domethënë pika e parë është interesi i shtetit, pika e dytë pastaj vjen interesi i investitorit. Bota e kriptovalutave ende është në fazën spekulative. Domethënë si shkak i mungesës së regulacioneve, gjithçka shkon në bazë spekulimit. Ja nisin 10 veta, që kjo po mundet me hypd, ko ka projekti mirë, pin 10 bon 100, pin 100 bon 10.000, krijohet një komunitet, edhe ti kur ta shohish, ajo kriptovalutë vetëm se ka filluar të ecë përpjet. Domethënë ende mungon adaptimi real i projekteve në jetën e përditshme. Edhe çka është më e keqja, si shkak që ende jena në fazën spekulative, projektet e vërtet, projektet që vërtet sjellin inovacion me veti në projektet e tyre, nuk e kanë atë vëmendjen e duhur. Dhe gjithçka, posaçërisht në muajt e fundit, është një dukuri që gjithë vëmendja në botën e kriptovalutave ka shku me një sektor që njihet meme coins. Domethënë si hajgare, e kanë nxjerr aty një qen, e kanë nxjerr një mac, e kanë nxjerr ai qetri një bretkoc, e kanë nxjerr ai qetri një diçka pa lidhje, me thon figurë, është kriju një kult, është kriju një komunitet që e ka promovu, pastaj kanë ardhur qera, kupton, si shkak i promovimit, marketingit të këtij komuniteti dhe e sheh që merr për masa dhe vëmendje dhe kapital të tregut shumë fish se sa një projekt produktiv. Sepse ti kish pas regulacione, ky çet projekt s'm kish mujt me nxjerr. Po si shkak i mungesës të regulacioneve dhe që ende jena market spekulativ, këto ekzistojnë. Se pasi të vinë regulacionet, ka me pas ndryshime masive në botën e kriptovalutave. Ndoshta mos shprehna ashtu, po 80%, 90% të kriptovalutave që ti sot i sheh nuk kemi pas regulacioneve, që është e mirë. Sepse te këto shembull meme coins qartëson senet, se te meme coins fiton dikush, po 99% që i thejrat. A kupton, se këto nuk kanë përgjegjësi, e sheti ka pas një ngritje 10.000%, pastaj me i herë 99% rënje. E zhduket projektit, se u akumulu ajo sasi e pareve që mendonte ai themeluesi që është e mjaftueshme, dhe ti grabite edhe ta heke prej. Po çfarë pyetje e radhës? Ajo vjen e radhës, ta heke prej shtekeri.